mirë, por i kthehemi në studio të ndëruar shikues, në vazhdim flasim me mysafirin që e kemi tashmë këtu, është Ardian Pajaziti, me cilën kemi folur tash disa herë në programin e mëngjesit, por kemi folur gjithmonë për tema të tjera, për zhvillimin e jetës kulturore në Kosovë ose për aktivitetet që ajo i ka bërë. Mirëmëngjes njerë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po përmirësom nëse gaboj, po hera parë që ju ftojmë si autore një libri, a? Si duket jërë momenti për mi u kthy pak ma shumë vetës. Vetës. Është libri që është promovuar në Panajër në fundit të librit në Prishtinë, apo ose dole? Në fakt është prezentuar në Panajër, promovimi ende nuk është dashta pak me lona hapësirë për... Po dhe është një lloj promovimi, a? Promovim, po, prezentimi, pata rast me u taku me lexues, me dashamirët librit, po do të promovim klasik ende, nuk ishte. Libri është Rebelim dhe kujtesë, kjo është titulli i librit, edhe një libër që ka në qendër, në fokus 9 gra, 9 zonja që janë të fushave të ndryshme, të profileve të ndryshme dhe që e kanë një të kaluar shumë interesante, edhe janë ato rrëfimet që i gjeni brenda faqeve të këtij libri, po për detaj flasim me Ardianën. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Atëherë këto 9 rrëfime i keni dëgjuar ju më herët nga këto gra, por kur ka qenë ndoshta ai momenti frymëzues ose ku ka buru ajo nevoja për me kriju një libër të tillë? Figurat që janë përfshin këtë libër nuk janë figurat panjohura për opinionin, pak a shumë kemi dëgju secilin në mënyra të ndryshme, po jeta e bujshme këtyre grave më ka provoku për me unal edhe me i dëgju thellë edhe me e shpërfaq atë sfide në për cilat kanë kalu ato gra në rrethana të ndryshme. Ne kemi parasysh fatin e popullit tonë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, që jemi ballafaqu me sisteme të ndryshme, pikërisht këto gra janë ato gra të rezistente që pavarësisht rrethanave janë shëndru në zërin ose në fuqinë e shoqërisë tonë, edhe kjo pak a shumë më ka provoku të thotë që fuqia e grave për vitet në cilat flasëm për periudhën e ish Jugosllavisë, pjesa dërmuese është, ka disa që janë edhe në pjesën e luftës, do të thotë edhe të pas luftës, po rrethana në cilat kemi jetu edhe mënyrën ato që kanë rezistu në format të ndryshme të më kanë provoku. Libri ka fillu me rrëfimin e zonjës Ferdeze, ai ka qenë një takim i rastishëm, edhe Ferdezja ndoshta është figura ma pak e njohur prej figurave tjera që kanë bagazh më të madh në jetën politike ose të kulturës ose publike. Edhe aty pak a shumë e kom pa që qfar fuqie kam pas gratë, edhe po ajo intervistë është realizu, po nuk ka qenë shkëndi për me u shëndru në libër. Pastaj në vazhdim e sipër do thotë filloj me ngacmu kjo, edhe pse edhe si fëmijë ka ngacmu gratë e zonja, gratë e fuqishme, po kur i kom taku, i kom realizu edhe, kom thonë edhe kjo po realizohet mas ne u bo një mozaik ashtu edhe e pash që gjithçysh do duhej, jo ndoshta për me përmbush atë dëshirën tam për me u shëndru në libër, po për me qëndru edhe me shërby për gjeneratat e reja rrëfimet e këtyre zonjave dhe të që janë ballafaqur në format të ndryshme. Se natyshëm vjen edhe ajo pyetja mandej, cili ka qenë kriteri me i përzgjedh këto 9 gra me i fut brenda faqeve të këtij libri. Pra, si më thonë, sepse e tham, janë profile të ndryshme, gra që kanë dhënë kontribut gjithashtu në fushat e ndryshme. Qëndrueshmëria në sisteme. E përmenda Kosovë, Shqipëri, e kam edhe një grua që vjen nga Serbia, po ajo është bashkëshortja e Bekim Femiu që e kom ndërlidhe dhe vetë faktin se bashkëshortja e kujt është, po edhe roli saj në botën e teatrit edhe filmit, edhe kom pas dëshirë dhe tëtë për me i shpërfaq ato dinamikën e tyre në raport me periudhën e komunizmit, periudhën e ndërtimit profesional të këtyre grave në ato rrethana, pastaj mosdorëzimin edhe në kohët e zhvillimeve të mututjeshme të nepta zem pas lufta, Shqipëria në periudhën e pas komunizmit, edhe do të thotë ky ka qenë ashtu kriter që me pase janë, nëse i përmendëm me emra, do të thotë e dim për çfarë figura flasëm,
është zonja Luljeta Pula që ka dhënë një kontribut shumë të madh në kohën e viteve 90, do të thotë që ka qenë edhe kryetarja e parë e një partie që për rrethanat e kohës do të thotë ka qenë shumë revolucion, të flasëm për mentalitetin e Kosovës. Është zonja Edi Shukriu që ajo është një figurë shumë dimenzionale, jo vetëm në jetën politike, po edhe në sport, edhe në kulturë, arkeologja, një ndër arkeologet e para, nuk është e para, po një ndër arkeologet e para. E kem pasaj Valbona Pulën që jeta e saj mes Kosovës dhe Beogradit të e pas parasysh dhe të rrethanat në cilat kemi jetu. E kem Saranda Bogujevcin që kom dash me shpërfaq këtë pjesën edhe të luftës, që qysh ka ndalë gratë në ato periuda. Ornela Vorpsi është shkrimtarja nga Shqipëria që është e përkthyer në mbi 22 gjuhë të botës. Ajo do të jeta saj në komunizëm, një fëmijë me një baba që do të ka qenë internuar prej regjimit Enver Hoxhës, edhe pastaj jeta saj në raport me migrimin edhe suksesi saj, deportimi saj, do të paka shumë i përmenda jo të gjitha, po janë figura edhe Edita Tahiri, edhe Shukria Ramadani, pra dhe këto po. Do të janë rrëfime që Aga Pollone e ka potencu një paragraf në fund të librit që i ka qujtë këto ndoshta jo vetëm libër, po që mujnë me shërby si 9 rrëfime që mund të bazohen për 9 filma, se jeta atyre është shumë e bukur. Edhe kjo, edhe janë pjesë e historisë, apo jo përmes tyre 9 rrëfimeve mësohet edhe historia e Kosovës realisht, edhe e Shqipërisë, në për periudhat të ndryshme kohore, sidomos në këto vitet e vona. Ka qenë vështirë për shembull përgjedhja këtyre personazheve që i përmendë deri më tani nga karakteristika që i kanë edhe bagazhin që e sjellin. Ka shumë gra. Ka shumë gra. Për atë po them, ndoshta është edhe ajo fati për me u taku me disa prej tyre se mi ndëgju rrëfime direkt prej tyre. Ne duhet me qenë vetëdijshëm që mos me qujt këtë pjesë që she përmendet edhe ju që ka shumë gra, nuk janë të vetmet. Po është një rrëfim ndoshta edhe për dikë tjetër që mundet me ju qas në këti formati, po përzgjedhja thash ka qenë ma shumë e rastësishme, të e unis gjithmonë në bagazhin e këtyre grave dhe mënyra që qysh ke pas fatin për me u taku, edhe kushti i parë i vetëm ka qenë që nëse realizohet bashkëbisedimi me këto gra, ka qenë që të takohem personalisht jo në përmjet ndonjë formati emaili se kanë shumë emocione dhe mu ka dashme po atë emocion. Edhe një mimik e tyre më kam njoftu mas një me po atë gjendjen për cilën nuk ka prej krejt rrëfimeve që i kom realizu, në të gjitha rrëfimet kanë qajt gratë cilat i kom intervistu një të në kodë dhe të më kam bo edhe mu me shumë emocion, e kom përmend edhe më parathënje që uroj që kom arrit me nxjerrat emocionin që i kom marrë unë pre atyre takimeve të para, se do të janë rrëfime të jashtëzakonshme që gratë tona kanë qëndru, do të thotë, për me trasu rrugën, ndoshta që për shumë gra dhe vajza me qenë si udhërofyese. Edhe është shumë interesant, si më thonë, sepse edhe nga titujt shet që ka në gjallë kurreshtje, si më thonë, me u fut brenda, me lexu më tepër dhe me mësu më tepër mbi historinë e këtyre grave, edhe si që thash, edhe mbi historinë tonë në përgjithësi, sepse historia atyre është histori e jona. Nëse se kemi përjetu, ne e kanë përjetu për dikë prind tonë. Si më këto rrëfime, intervisten me to, se bisedën me to, nuk e ke sjellë në formën të një interviste klasike, me pyetje përgjigje. Është në formë rrëfime, shkrimi. Janë të ndërtuara shumë, tash Modestino Anash, po zonja Luljeta Pula më ka thonë që ka dhonë qindra intervista, po është intervista s'po të ma e bukur, po ma artistike. Se jo mundu dhe thot që ato që thash që prezencën fizike që e kom pa, jo mundu dhe thot gjithdo përshkrim, gjithdo detaj, se si cilën periud ato e kanë përjetu në mënyrë edhe te unë e kanë reflektu pastaj, edhe po, dhe thot nuk është klasike, është një pjesë bukur e madhe e jamja që e kom ndërtu, po natyrisht e bazu me 100% në faktet cilat i kanë ofru bashkëbisedueset. Edhe une po uroj, të thot që libri, se
filmi. E pas kem plan me bollë një film duke. Unë jo. Dikush skenare me Unë jo. jo, Si dokumentar është i mirë. Dikush mundet me pas një bazë të mirë për me ndërtu se jo gjithë shka fillon prej sot, kem do të thotë argumente dëshmi që gratë tona, jo vetëm gratë edhe burrat, po unë kësa jere kom pas fokusin të gratë, që kanë mundësi për me shpërfaq qoftë në përmjet filmit dokumentar ose në përmjet filmit qoftë metrajit shkurt apo artistik gratë. Në libër përmendet që të gjitha këto gra kanë kaluar në për situata të rënda cila ka qenë ajo periudha ndoshta ku këto kanë përjetuar më së rëndi. Shoh një deklaratë e Edita Tahiri që thotë nënën e kisha nga Shqipëria u mbyll kufirin një vit pasi u martua dhe kur më se pa familjen. Madje edhe ka vdekje vetëm me pa familjen. E përmenda që do të thotë... Kush një farë distancë ka që largë? Distancë shumë e largët dhe janë disa detaje të regon e zonja e di që kur e kam pas një takim në largësi në distancë, ku kam dëgju që nëse dalin këta këndej kufirit edhe ata ndej kufirit edhe nuk e kam pas lejen prej regjimit të Enver Hoxhës me komuniku, po me atë idin që po komunikojnë me kufitarin, edhe ashtu kanë shu zana për me a dëgju zani njëni tjetrit, edhe zonja e ditë që pas ati takimit, kur jo në këthy nana saj ka pësu paraliz në ftyrë prej emocionit malë që ajo dhe të nuk ka rritë për me i po. Tash ndoshta për gjeneratat e reja, këto kur i lexojnë, janë surreale, ditë që nuk mujnë as me marrë me menë për çfarë periudha kemi kalu, po definitivisht janë rrëfime që mu më kam prejkë personalisht shumë edhe nuk... Sa të bukur janë fotografitë e Shumë, po, vitra. Fotografitë, kom pas shumë janë të me bukura. fotografi, me gjithë figurat që i kom përfshin këtë libër, do të kemi pas bashkëpunim edhe në përzgjedhjen e fotografive. Edhe libri është goxha ekskluziv, edhe si po tip, duket i bukur, edhe kopertina, edhe dizajni, edhe gjithë shka. Këtë kopertin me shumë kujdes kemi punu me Bart Buksin, ata janë butues të librit. Pjesa e ballinës është skulptura e Luan Mulliqit. Okej, po. A kom kontaktu familjen e tyre, cilët e kanë dhënë të drejtën me shumë dëshirë për me qenë pjesë e kësaj kopertine. Jo me kënaqur në atë pjesën bazike që si... Edhe si përbajtje, po edhe si estetikë. Po. Duhet ta ketë edhe këtë, si më thonë, simbolik një libër. Mirë, a është një shtytje kjo për më tej, Ardion, në aspektin personal, pra me u thellu, me sjellë base, ose rrëfimet të tjera, ose edhe libra të tjerë, sepse në realisht, si shoqëni e kemi bo një gabim që nuk kemi evidentu, i kemi bajt të rrëfimet në base pe gjeneratë në generatë, po pak kemi lënë gjana të shkrume. Kështu që kjo është pjesë e një kontributit të tillë. Unë pak shquhem që jam person që vrapoj pas njerëzve në mosh, dhe kjo ndoshta pak e tregon edhe atë pjesën që nuk e boj për atë interesin, se njerëzit mosh do të kanë përfundu më karrierën, po unë kam dëshirë për me i shpërfaq pa të realizu edhe një ekspozit me folësit e RTP-s, nëse ju kujtohet shuni se lajmet e kom pas të titulluar që i kom përfshi folësit e partë të RTP-s, jo të gjithë natyrisht se ka punë kolosale për me i marrë atë stafin e vjetër të RTP-s, po do të thotë, jam pak person që pse e lidha këto që edhe jo vetëm unë, po të gjithë e kemi obligim për me i pa gjeneratat cilët kanë punu para neve dhe për me i ofru për audiencën në format të ndryshme, nuk do me thotë vetëm në përmjet librit. Jam të e pa që njerëzit janë të e prit mirë, ndoshta se libri nuk u realizu me trysni, e thash që edhe nuk ka nisë edhe si libër, edhe thjesht kom punu shumë për me realizu ato rrëfime në formën unë qyshdu, ndoshta nuk janë mas miri, po unë qyshdu, edhe po tash jam të e marrë një energji shumë të mirë për njerëzve që janë të e komentu librin, e ndoshta mund me qenë provokem që ndoshta du të me kalu edhe ka burrat, me se kemi edhe figura shumë njora, po fatkeqësisht neve na kanë ikë shumë figura
me Ajo kontribut marrë shumë emocion që trofin, po. edhe që nuk kemi bo shumë na për ata me i registru, me i dokumentu në një format. Zonja Pajziti, si e vogël e kom kuptu që se cili personi ka storjen e vetë. Pavarësisht çfarë moshe ka, pavarësisht çfarë bagazhi ose shkollimi ose jete, se cili e ka atë storjen e vetë. Cila nga këto storje që i ke sjellë në këtë libër të ka bërë më së tepër në përshtypje ose na ndoj një detaj diçka që të ka duk interesante dhe që të ka mbet kështu mendjen tënde. Përbes, nëse vetë që lexoni librin, keni me më kuptu që nuk mund të ndohet asnjëna storje. Janë storje Në një që e kujton shpesh, për shembull. Unë kur e përmenda lotët, i kam lotët se cilës gru që i kom taku personalisht. Ta zojmë Sonja Saranda Bugujevci për shkak plagëve që i ka marrë në luftë. Ajo më pat tregu tash që i thash ato detajet i kam bu këtë rrëfime më të fuqishme, edhe thot që në vend se një gru tjetër kur qohet mëngjes që bëhet gati shumë shpejt, asaj duhet kohë ma shumë për mbërthyrjen e kopsave për shkak se nuk e ka dorën në funksion sukur në rrethana normale 100%, do thotë janë detaje e përmenda vetëm si rast, por ka raste edhe ma tronda që është e çuditshme. Pastaj Ornela Vorpsi, ajo ideja e pjesës së komunizmit dhe kapërcimi prej Shqipërisë në Rom, edhe nuk e kam pas atë idenë që ka do me thonë me shku në një vend evropian, kanë shku në konvikt e një familjare tyne, se kanë thonë erdhëm, do të tregon edhe për mentalitetin, jo, ndoshta pse s'kemi dash me u zhvillu, po prej mënyrës që kemi qenë mbyllur, edhe mënyra që kanë reflektu pastaj në raport me botën, po pikrisht ndoshta çato gjendje, çaj ngushtim i mendjes prej rrethanave të kohës edhe që kanë mëri me rezistu edhe mu bo gra që duhet, jo duhet, po ato vete kanë bo vendin në shoqëri, do të thotë janë ndoshta ajo shtysa që i kom përzgjedh këto gra edhe që janë sjellë për mjet librit. Mirë, sigurisht po i presim edhe librat e tjerë, Ardion. Po të falenderojmë për sot. Jo me nguti, ndoshta. Absolutisht jo. S'ka nevojë, këtu jemi edhe ne. Edhe ne presim. Faleminderit shumë për ftesën edhe që jeni kaq të hapur për jo vetëm për projektet e mia, por në përgjithësi për aktivitetet kulturore. Programi Mëngjesit është një dritare shumë e fuqishme për me njoftu njerëzit se çfarë po ndodh në komunitetin artistik dhe jo vetëm. Për vlerësimin na gjithmonë themi, për neve është lehtë, veç le të bëjnë njerëzit punë mirë, mandej ne kemi shumë lehtë me prezantuar me pasqyru, po. Faleminderit shumë. Edhe e ndjem për borxh absolutisht për obligim me prezantuar punën e mirë të cilës do fush qoftë sigurisht e të kulturës patjetër. Shumë faleminderit edhe një herë. Suksese e krejt mirat.